Në debatet ndërkombëtare mbi lindjen e mesme dhe botën muslimane, pak shprehje janë përdorur aq shpesh sa termi islam politik. Për shumë media, qendra kërkimore dhe institucione politike, ai është bërë një koncept standard për të përshkruar lëvizjet islame që marrin pjesë në jetën publike. Por për profesorin palestinezo-amerikan Joseph Massad, një nga studiuesit më të njohur të teorisë postkoloniale dhe profesor në Universitetin Columbia, kjo kategori nuk është neutrale. Ajo është produkti një mënyre të caktuar të menduarit, e cila, sipas tij, e trajton islamin ndryshe nga çdo traditë tjetër fetare. Në librin e tij, Islam in Liberalism, Massad argumenton se diskursi liberal perëndimor nuk e ka analizuar islamin vetëm si fe, por edhe si një objekt që duhet klasifikuar, reformuar dhe menaxhuar politikisht. Brenda kësaj logjike, termi islam politik nuk shërben vetëm për të përshkruar një fenomen, por edhe për të ndërtuar një mënyrë të caktuar të kuptuarit të islamit në sy të opinionit publik. Një nga pyetjet themelore që ngre Massad është e thjeshtë: pse angazhimi politik i muslimanëve etiketohet rregullisht si islam politik, ndërsa pjesëmarrja politike e besimtarëve të feve të tjera zakonisht nuk emërtohet si krishterim politik, judaizëm politik apo budizëm politik? Për të, kjo nuk është një çështje thjesht terminologjike. Ajo tregon se islami trajtohet si një rast i veçantë, si një fe që duhet shpjeguar vazhdimisht në raport me politikën. Massad argumenton se në shumë vende perëndimore, kur një politikan i krishterë mbështet politikat e tij mbi bindjet fetare, kjo shpesh konsiderohet pjesë e pluralizmit demokratik. Kur organizata hebraike ushtrojnë ndikim në politikën e jashtme ose në jetën publike, kjo zakonisht trajtohet si pjesë e shoqërisë civile. Por, kur muslimanët organizohen politikisht, duke u mbështetur në referenca islame, diskursi publik shpesh përdor menjëherë etiketën islam politik, duke e paraqitur atë si një kategori të veçantë dhe potencialisht problematike. Sipas Massadit, kjo mënyrë klasifikimi nuk është neutrale. Ajo është rezultati i historisë së orientalizmit dhe i mënyrës se si perëndimi ka ndërtuar për shekuj të tërë imazhin e islamit si tjetri i qytetërimit evropian. Duke u mbështetur në traditën teorike të Edward Saidit, Massad argumenton se shumë kategori që duken objektive janë formësuar nga marrëdhëniet historike të pushtetit dhe kolonializmit. Ai thekson se liberalizmi modern shpesh paraqitet si një sistem universal vlerash, por në praktik vendos standarde të ndryshme për komunitete të ndryshme fetare. Në këtë kuptim, muslimanëve u kërkohet shpesh të provojnë se janë në përputhje me konceptin liberal të fesë si çështje private. Çdo përfshirje publike e islamit interpretohet lehtësisht si dëshmi e islamit politik, ndërsa sjelljet të ngjashme nga tradita të tjera nuk përkufizohen në të njëjtën mënyrë. Në analizën e tij, Massad argumenton se kjo lidhet edhe me historinë e kolonializmit evropian. Fuqitë koloniale nuk u mjaftuan vetëm me pushtimin e territoreve, ata prodhuan edhe kategori për të klasifikuar popull që sundonin. Islami u paraqit shpesh si një fe e lidhur ngushtë me pushtetin, ligjin dhe organizimin politik, ndërsa Europa moderne e përshkroi veten si mishërim të ndarjes ndërmjet fesë dhe shtetit. Për Massadin, kjo kundërvënie nuk ishte thjesht përshkrim historik, por edhe një mënyrë për të legjitimuar epërsinë morale dhe politike të perëndimit. Ai argumenton se edhe pas përfundimit formal të kolonializmit, shumë nga këto kategori vazhduan të përdoren në akademi, media dhe politik. Në këtë mënyrë, islami politik mbeti një term që shpesh nuk shpjegon realitetin kompleks të shoqërive muslimane, por riprodhon mënyra të vjetra të menduarit për islamin. Massad kritikon gjithashtu tendencën për të bashkuar në të njëjtën etiket fenomene krejtësisht të ndryshme. Brenda kategorisë islam politik futen parti parlamentare, lëvizje reformiste, organizata bamirëse, grupe konservatore, aktivistë social dhe organizata të armatosura, pavarësisht dallimeve të mëdha në ideologji, objektiva dhe metoda. Për të, kjo mënyrë klasifikimi nuk ndihmon analizën, por krijon një homogenizim artificial të botës muslimane. Një pjesë e rëndësishme e argumentit të tij lidhet edhe me mënyrën se si përdoret koncepti i sekularizmit. Massad argumenton se sekularizmi liberal paraqitet shpesh si neutral, ndërkohë që në praktik ai përcakton se cilat forma të shprehjes fetare konsideron të pranueshme e cilat jo. Sipas tij,
muslimanët shpesh gjykohen mbi bazën e këtij standardi, ndërsa traditat e tjera fetare trajtohen me më shumë fleksibilitet. Në librin Islam in Liberalism, Masad argumenton se nuk është Islami ai që përbën domosdoshmërisht një problem për liberalizmin. Përkundrazi, është vetë liberalizmi ai që, përmes kategorive të tij konceptuale, prodhon një imazh të Islamit si një fenomen që duhet reformuar, disiplinuar ose përshtatur me normat e modernitetit perëndimor. Sipas tij, kjo qasje ka ndikuar jo vetëm në debatin akademik, por edhe në politikën ndërkombëtare. Koncepti i Islamit politik është përdorur shpesh për të justifikuar politika sigurie, programe të reformimit fetar, ndërhyrje diplomatike dhe analiza që paraqesin botën muslimane si një hapësirë ku feja dhe politika nuk janë ndarë ende siç duhet. Masad argumenton se kjo mënyrë të menduarit e vendos Islamin në një pozitë të përhershme përjashtimi, sikur ai të jetë vazhdimisht në pritje të përshtatjes me modelin perëndimor. Për profesorin e Universitetit Columbia, një analizë më e drejtë kërkon që Islami të studiohet në të njëjtën mënyrë si traditat e tjera fetare, pa kategori të veçanta që paraqesin automatikisht si një rast problematik. Ai nuk mohon se ekzistojnë lëvizje islame me programe politike, ashtu siç ekzistojnë lëvizje politike të frymëzuara nga fe të tjera. Por ai kundërshton mënyrën se si vetëm Islami është shndruar në një kategori të veçantë analitike, ndërsa angazhimi politik i besimtarëve të feve të tjera rrallë etiketohet në të njëjtën mënyrë. Në këtë kuptim, kritika e Joseph Masadit nuk kufizohet vetëm te një term. Ajo përfaqëson një kritikë më të gjerë të mënyrës se si prodhohet dija mbi Islamin në epokën moderne. Për të kuptuar botën muslimane, duhet së pari të shqyrtohen vetë kategoritë me të cilat ajo përshkruhet, duke pyetur se kush i ka formuluar ato, në çfarë konteksti historik kanë lindur dhe çfarë funksioni vazhdojnë të kenë në diskursin politik dhe akademik bashkëkohor.